infermierin, sepse studimet nuk realizohen që janë realizu ma herët. Ne njohim infermierin tradicionale, në jetën normale, dhe atë që ka shofim në spital një infermier të ngajt, të kujdes për 100 pacienta, nështë atë disa herë të qenë edhe nervoz. Infermieria sot studiohet në një format krejt ndryshe. Është e vërtet që shumë universitete janë avancu në mënyrën që shkollohen infermierët. Atë që ka thash ma herët, çdo inovacion që është vendos, robotika, integrimi i robotikës, qoftë në mësim që na e bojmë tashmo, qoftë në pjesën klinike, mundësia për praktika jashtë vendit edhe brenda vendit, kurikula që janë standarde me ato shteteve evropiane që mos mundi, asnjë student që është ma pak i edukum se sa ato që gjendën në Gjermani, se sa infermier që gjendën në Spanjë, në Francë, në Zvicër. Mundësia për shkollim postdiplomike edhe vendosja se ku po don me punu. A është pjesa që të përmbush spitali, apo fakulteti, apo shkollat e mesme të mjekësisë.